Rreshtjet e shiut të nisura qenore të parë të ditës së martë kanë shkaktuar probleme edhe në rrugët nacionale Burrel-Skuraj. Në të gjithë aksin nga Burreli deri në Shkopet pati rënë gurosh dhe rrëshqitje dherash, të cilët kanë krijuar vështirësi në qarkullimin e automjeteve. Kanalet kulluese anësore të rrugës nuk e kanë përballuar sasinë e madhe të ujit që grumbulloi nga shiu i dendur, duke bërë që në rrugë të dalë zhavor edhe raj të tjerë. Për të mbajtur situatën në kontroll përgjatë këtij segmenti ishin mjetet e firmës mirëmbajtëse, të cilat bën të mundur largimin e inerteve. Edhe në rrugën nacionale Burrel-Rrëshen pati probleme gjatë kësaj të martë. Në segmentin afër Urakës pati rrëshqitje rrëdherash dhe gurësh, të cilët u bën problem për qarkullimin e automjeteve. Mbushja e kanaleve anësore të rrugës në Urak bëri që uji të vërshojë përmes tokave buqësore. Në rrugën nacionale Burrel-Klos, problemi vetëm ishte prania e madhe e ujit që nga ura e Matit e deri në hyrje të qytetit të Klosit. Përgjatë gjithë luginës, kanalet kulluese patën të pamundur të përballojnë gjithë sasinë e ujit që mblidhej nga rreshtjet e shiut në formë shtrëngate. Edhe në rrugët rurale, kryesisht të Bashkisë Mat pati probleme, ndërsa në terren po punohet për rikthimin e tyre në normalitet. Situata pritet të përkeqësohet edhe në orët të vijim pasi rreshtjet janë të pandërprera ku herëherë shfaqen në formë shtrëngate.